Horoskopi ditor për nesër, e hënë, 9 mars 2026. Like dhe subscribe kanalin ton. Dashi. Dikush që qëndron pranë jush gjatë kësaj kohe të çuditshme, do të qëndrojë pranë jush edhe në të ardhmen. Prandaj, largoni çdo dyshim që keni për të nesërmen. Në aspektin profesional, gjërat do ju shkojnë me sukses. Demi. Gjithkush do t'jetë dakord me çdo gjë që ju thoni nesër, madje edhe ndonjë bashkëpunëtor apo mik, i cili gjithmonë pëlqen të luaj avokatin e djallit. Mos u bëni shumë ambicioz për qëllimet tuaja. Shkoni për gjërat që mund të arrini. Binjakët. Shqyrtoni sa energji po vendosni drejt atyre projekteve që kanë rëndësi për ju. Ju duhet të merreni me karrierën tuaj, familjen dhe gjërat të tjera jetike, por gjithashtu, ju duhet të bëni vend në jetën tuaj edhe për aspektin sentimental. Gaforja. Keni një mendje shumë të mprehtë, por edhe ju keni ditët tuaja të pushimit në këtë aspekt. Përqëndrohuni nesër në detyra më të thjeshta që kërkojnë më pak vëmendje në detaje. Aktivitetet sociale duhet të shkojnë shumë mirë për ju. Luani. Në një situatë të vështirë nesër, të tjerët mund të reagojnë në mënyrë emocionale. Do t'ju duhet të jeni ju, ai që do t'i qetësoni ata. Nesër mund të mësoni shumë gjëra interesante rreth një personi që keni menduar se e njihni mirë. Virgjëresha. A ndiheni sikur jeni duke u shtyr apo duke u tërhequr nga dikush që është shumë i rëndësishëm për ju? Kjo çështje e marrëdhënies suaj duhet të trajtohet me kujdes nga ju. Çdo kush që ju shtyn të merrni një vendim për të cilin nuk jeni gati, nuk është personi i duhur në jetën tuaj. Peshorja. Fitimi i një betejë nuk është aq e rëndësishme krahasuar me përpjekjen. Nxiteni veten, sepse ju nuk duhet vetëm të provoni veten, por edhe të vazhdoni të bëni atë që është e drejtë për ju. Akrepi. Tani ndiheni të mbyllur nga bota, që do të thotë se i gjithë kreativiteti juaj do të jetë i fshehur nga të tjerët. Nëse doni të jeni vetëm, ashtu qoftë, por nëse jeni duke pritur që dikush t'ju ndihmojë të dilni në botë, po humbni kohë. Shigjetari. Në një situatë të vështirë nesër, të tjerët mund të reagojnë në mënyrë emocionale. Do t'ju duhet të jeni ju, ai që do t'i qetësoni ata. Nesër mund të mësoni shumë gjëra interesante rreth një personi që keni menduar se e njihni mirë. Virgjëresha. A ndiheni sikur jeni duke u shtyr apo duke u tërhequr nga dikush që është shumë i rëndësishëm për ju? Kjo çështje e marrëdhënies suaj duhet të trajtohet me kujdes nga ju. Çdo kush që ju shtyn të merrni një vendim për të cilin nuk jeni gati, nuk është personi i duhur në jetën tuaj. Peshorja. Fitimi i një betejë nuk është aq e rëndësishme krahasuar me përpjekjen. Nxiteni veten, sepse ju nuk duhet vetëm të provoni veten, por edhe të vazhdoni të bëni atë që është e drejtë për ju. Akrepi. Tani ndiheni të mbyllur nga bota, që do të thotë se i gjithë kreativiteti juaj do të jetë i fshehur nga të tjerët. Nëse doni të jeni vetëm, ashtu qoftë, por nëse jeni duke pritur që dikush t'ju ndihmojë të dilni në botë, po humbni kohë. Shigjetari. Në një situatë të vështirë nesër, të tjerët mund të reagojnë në mënyrë emocionale. Do t'ju duhet të jeni ju, ai që do t'i qetësoni ata. Nesër mund të mësoni shumë gjëra interesante rreth një personi që keni menduar se e njihni mirë. Peshqit. Nëse jeni të vetëdijshëm për këto ose jo, karriera juaj po kalon një transformim interesant tani. Për t'i kuptuar këto ndryshime, bisedoni me një ose dy bashkëpunëtor të ngushtë. Duhet të jeni të përgatitur për të bërë më shumë hulumtim se si të shfrytëzoni më shumë lidhjet që po ndërtoni me të tjerët.